Trupat e Gardës Revolucionare Islamike kanë rritur ndjeshëm tensionet në rajon, pasi kanë deklaruar se çdo anije e cila i afrohet kësaj rruge strategjike detare do të jetë në shënjestër, gjë e cila ka alarmuar jo vetëm industrinë e transportit detar, por edhe tregjet financiare globale. Pas më shumë se një muaj përplasje të përgjakshme, i cili ka shkaktuar mijëra viktima, kryesisht në Iran dhe Liban, zhvillimet e fundit kanë sinjalizuar një fazë të re pasigurie. Vendimi i Teheranit për të shpallur rihapjen e përkohshme të ngushticës së Hormuzit të premten u prit fillimisht me lehtësim nga tregjet, duke sjellë rënje të menjëhershme të çmimeve të naftës bruto. Kjo nuk është një rastësi. Rreth 20% e furnizimit global me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm kalon përmes kësaj ngushtice, e cila e bën atë jetike për ekonominë botërore. Megjithatë, realiteti në teren ka qenë shumë më i paqëndrueshëm. Ndërsa disa anije arritën të kalonin gjatë hapjes së përkohshme të së shtunës, raportimet për të shtëna me armë zjarri dhe kërcënime direkte nga forcat iraniane ndaj mjeteve detare kanë rikthyer frikën e një bllokade de facto. Ky zhvillim po rrezikon të minojë çdo stabilitet të përkohshëm dhe të rikthejë presionin mbi çmimet e energjisë. Në planin diplomatik, përplasjet retorike mes Teheranit dhe Washingtonit po ashpërsohen. Presidenti iranian Masud Pezeshkian ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit Donald Trump mbi programin bërthamor iranian, duke theksuar se askush nuk ka të drejtë i mohojë Iranit atë që ai e konsideron si të drejtë sovrane. Kush është ai që t'i mohojë të drejtat e një kombi, citohet të ketë thënë ai duke reflektuar vijën e fortë të Teheranit në negociatat me Shtetet e Bashkuara. Këto negociata janë duke u zhvilluar në presionin e një afati të afërt, një armpushimi dyjavor i cili synon të krijojë hapësirë për dialog, pritet të skadojë më datën 21 prill. Pa një marrëveshje konkrete, rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm mbetet i lartë, me pasoja potencialisht të rënda, jo vetëm për rajonin, por edhe për stabilitetin global. Në këtë kontekst, situata në ngushticën e Hormuzit është ndërruar tashmë në një simbol të ndërthurjes së krizave ushtarake, ekonomike dhe diplomatike.